Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve 21 minuta të orës 15. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur sot në takim shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav. Bëhet e ditur se Osmani ka diskutuar me të për situatën aktuale politike në vend, si dhe për takimin konsultativ me liderët e partive politike të planifikuar për nesër. Gjatë takimit u diskutua dhe për vizitat të rëndësishme të drejtuesve të lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, duke përfshirë vizitën e sotme të kryesuesit të Këshillit të BE-s Antonio Costa, si një sinjal i fuqishëm i mbështetjes së BE-s për integrimin evropian të Kosovës, thuhet tutje në njoftimin e presidencës. Në takimin e së enjtës mes presidentës Vjosa Osmani do tjetë edhe partia e pare dal nga zgjedhjet e nëntëshkurtit lëvizja vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie Arb Rexha i tha se vetëvendosje do t'i dëgjojë propozimet e presidentës, mirë po nuk është në rolin e saj nëse veç propozon ndonjë emër tjetër për kandidatet të parlamentit. Do t'i dëgjojmë propozimet e saj. Më pastaj sigurisht mund të flasim edhe për atë se çfarë mendojmë pas takimit. Nuk e di se çfarë ka në rendite, se çfarë do të diskutohet aty, se çfarë pra do të dalin temat dhe sigurisht pas takimit mendoj që do t'japim mendimet tona. Mirë po për një gjë, besoj që tashmë opinioni publik duhet të jetë i qartë, që lëvizja vendosje pra nuk i thot jo takimeve të cilat kanë të bëjnë me zhbllokimin e situatës së krijuar në Kuvendin e Kosovës, respektivisht konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra edhe ftesa është drejtuar pra me temën kryesore, pastaj të tjerat nuk i di, që ka të bëjë me konstituimin e Kuvendit të Kosovës, respektivisht zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Presidentja nuk mund të jap propozime për emra konkret, ajo është në rolin e saj unifikues, pra nuk është në mandatin e presidentës të propozoj këtë në Kuvendin e Kosovës. Unë besoj që së paku besoj që ajo do të ketë në frymën unifikuese. Për sigurisht ne vetëm këtë që realisht po e bëjmë. Ngërçi politik mund të shkaktoj pasoja afatgjate në sistemin demokratik të vendit, vlerësojnë njësit, teksa kërkojnë zgjidhje sa më të shpejt për këtë situatë, ndërsa qytetarët ndihen të përfaqësuar. Qëndrimet e betonuara të partive politike të cilat kanë shkaktuar ngërç në konstituimin e Kuvendit, po shihen me sy kritik nga qytetarët e Kosovës. Përveç se ndihen të papërfaqësuar, ata thonë se tashmë kanë humbur besimin në institucionet e vendit. Ta kalojnë ka tallën me këtë popull. S'ka u besimi, por të syt mos e pafsha. Ose u ka bo baba këtë me lujta e gare me 1 milion e gjys. Duhet me mbyll mrena sigurisht atje në Vatikan. Me thonë në zjedë nëse zullt, as boka, suja, as gjosi kësha vëllisi. Si qytetarë si jem të knasur në atë spak, edhe duhet me konstitu. Kemi dalë me nanë shkurt, ma shumë se 3 muaj për mbanë që qytetarët e kanë lanë, sovrani ka lanë verdiktin e vetë, i kemi votuë, ta po bojnë hajgare me qytetarë, mos me formua institucionet, veç për i natët njëni tjetëri, njëna parti, për qëllimet veta. Hupa, e gjithë kështë e ditë që kënë vullnet të tyne mos shka. Në një shtet demokratik, analistët vlerësojnë se përfaqësimi nuk është luks, por parim themelor. Sipas Shemsia Sharit, për qytetarët ky parim po zbehet çdo 48 orë, kur deputetët nuk po arrin të konstituojnë Kuvendin. Pasoja direkte do të jetë humbja e besimit të qytetarëve në institucione. Tashmë kemi pasur qytetari i Kosovës e sheh papërgjegjësinë e klasës politike dhe rrjedhimisht edhe ai autoriteti dhe legitimiteti i një përfaqësuesi të zgjedhur, një deputeti bjen ose devalvuohet deri në atë shkallë sa më askush nuk do ta merr seriozisht. Dhe kjo ka bërë që qytetarët tashmë kohën e fundit me këtë serialin e përsëritjes së skenarit të njëjtë, qytetarët veç kanë filluar ta humbin interesimin që edhe të merren me atë më.
Ndërkaq monitoruesit e punës së kuvendit kritikojnë se zvarritja e konstituimit të institucioneve të reja lë pasoja në çdo segment, sidomos në agjendën legjislative për miratimin e ligjeve të rëndësishme për vendin. Kjo lloj bllokade, themi ashtu, në formimin e kuvendit ndikon për të keq dhe negativisht në Republikën e Kosovës, në demokracinë parlamentare në Kosovë dhe rrjedhimisht edhe në integrimet evropiane dhe në antarësimet e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ne tashmë jemi dëshmitar që së fundi është edhe mbledhja e Këshillit të Evropës ku faktikisht Kosova fare nuk është në agjendë të aplikimit për faktin se ne ende jemi të humarë me procedurat konstituimit të kuvendit dhe qeveria, por edhe kuvendi nuk janë në kuptimin e plot fjalës funksional në atë mënyrë që dali dërgojnë një aplikim në Këshillin e Evropës, po ashtu kemi nisma legislative, nisma të marrëveshjeve ndërkombëtare, kemi pastaj edhe procesin e buxhetimit, e ndarjes së buxhetit që patjetër nevojitet që të ketë një kuvend të themeluar të konstituar në atë mënyrë që të kemi të themi ashtu dhe miratim buxhetit në fazat e ardhshme. Deri tani kanë dështuar plot 15 tentativa në konstituimin e kuvendit të Kosovës, ndërsa seanca e radhës mbahet nesër. Grupi për studime juridike dhe politike ju ka bërë thirrje partive politike që t'i formojnë sa më shpejt institucionet e reja, duke thënë se si pasojë e kësaj Kosovës i kushtoi me mos antarësim në Këshill të Evropës. Përmes një reagimi, GLPS tha se Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës u mblodh në Luksemburg për takim vjetor, por s'u diskutua kërkesa për antarësim të Kosovës, duke shtuar se kjo situatë erdhi si rezultati i paaftësisë së forcave politike parlamentare. Kjo organizat ka shtuar se mos konstituimi i kuvendit po i kushton Kosovës në aspiratat integruese. Ajo tha se mos trajtimi i aplikimit mund të bëjë që të shtyhet votimi për në majin e 2026-s. GLPS-a përmendi edhe mundësinë e rikthimit të Rusisë në Këshill të Evropës, ku tha se kjo do ta pamundësonte antarësimin e Kosovës. Avokati Ardian Bajraktari ka njoftuar se gjykata themelore në Prishtinë ka refuzuar padin ndaj zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrejtim të energjisë elektrike. Përfaqësuesi i grupit Asnjë Cent më shumë ka bërë të ditur se tash do të ankohet në apel ndaj këtij vendimi. Kam pranuar akt vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, me cilin refuzohet kërkesa për sigurimin e padisë tonë ndaj zyrës së rregullatorit të energjisë. Tashmë gati është ankesa për gjykatën e apelit ndaj këtij akt vendimi. Betejë ligjore kundër vendimit të zërrejës për ngritjen e çmimit të energjisë vazhdon, ka shkruar ai në Facebook. Grupi Asnjë Cent më shumë pati paditur zyrën e rregullatorit për energji lidhur me vendimin e tij, me cilin është shtrejtuar energjia elektrike për 16.1%. Nëpërmjet padisë kërkohej anulimi i vendimit pasi që është vlerësuar se ai është i kundërligjshëm. Ambasadori Gjermano-Kosovë Jon Rode ka deklaruar se anulimi i konferencës së kryetares së dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafillova pas presionit të veteranëve të UÇK-s ngresh shqetësime të mëdha. Ai ka shkruar në platformën e tij në Blue Sky se autoritetet kosovare duhet të sigurohen që dhomat e specializuara të mund të kryejnë punën e tyre pa pengesa, derisa shtoi se ky institucion është pjesë e sistemit ligjor të Kosovës. Dhomat e specializuara të Kosovës janë pjesë e sistemit ligjor dhe informimi i publikut është një shtyllë thelbësore mbi mandatin e saj. Anulimi i konferencës për media pas presionit nga veteranët e UÇK-s ngresh shqetësime të mëdha. Autoritetet duhet të sigurojnë që gjykata mund të kryejë punën e saj pa pengesa, deklaroi Rode. Pas ish presidentit Hashim Thaçi dhe Fadil Fazliu është ankuar për mangësi në akt akuzën kundër administrimit të drejtësisë. Sipas parashtrimit të dorëzuar më 8 maj nga avokati David Young bazuar në akt akuzë, Fazliu pretendohet se ka tentuar që ta pengonte punën e dhomave të specializuara të Kosovës, duke tentuar që të ndikonte në dëshminë e dëshmitarit të parë. Mbrojtja thot se akt akuza është e paqartë sa u përket ngjarjeve që pretendohet se kanë ndodhur jashtë qendrës së paraburgimit. Si rjedhoi, mbrojtja thot se nëse ZPS-ja nuk jep këto informacione, akuzat duhet të tërhiqen me arsyetimin se nuk mund të mbështetet prokuroria në mangësi të hetimit të saj që t'i informsoj më vonë gjatë zhvillimit të gjykimit. Mbrojtja e Fazliut ka kritika edhe për përshkrimet që prokuroria ja bën grupit të përbashkët të pretenduar që dyshohet se e kanë kryer krime e që pretendohet se janë Fazliu, Thaçi, Bashkim Smakaj, Isnikilaj dhe Hajredin Kuqi. Avokati i popullit Naim Qelaj deklaron se takimi i djeshëm me kryetaren e dhomave të specializuara ka qenë me kërkesë të Ekaterina Trëndafillova.
Në konferencë për media, Qela i theksoi se ka shprehur shqetësime që ka pranuar nga opinioni publik, por edhe me familjar. Vjeçari Liridon Masurica është ekstraduar nga Kosova në SBA ku përballet me akuza për mashtrim dhe vjedhje të identitetit në internet. Ambasada amerikane e cilëson këtë si shembull të bashkëpunimit të shkëlqyer mes dy vendeve, ndërsa ministrja në detyrë e drejtësisë Albulena Haxhiu e qua një hap të madh drejt forcimit të besimit në drejtësi. Ambasada amerikane në Kosovë ka përshëndetur vendimin për ekstradimin e 33 vjeçarit Liridon Masurica, duke thënë se ishte bashkëpunim dhe koordinim i shkëlqyer mes SBA-s dhe Kosovës sipas traktatit të ekstradimit. Bashkëpunim dhe koordinim i shkëlqyer midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës sipas traktatit tonë të ekstradimit. Një i pandehur është ekstraduar me sukses në Shtetet e Bashkuara për të përballur me drejtësinë me akuzat për dëmtimin e qytetarëve amerikan. Jemi mirënjohës ndaj autoriteteve të Kosovës për mbështetjen e tyre të vazhdueshme. Kjo përpjekje e përbashkët përmirëson sigurinë publike dhe i bën dy kombet tona më të sigurta. Ndërsa ministrja në detyrë e drejtësisë Albulena Haxhiu e quajti hap të madh në ndërtimin e besimit në drejtësi ekstradimin e 33 vjeçarit në SBA. Ekstradimi i një personi të shumë kërkuar për krime kibernetike është dëshmi konkrete e zotimit të palëkundur për sundimin e ligjit, pa përjashtim dhe pa kompromis. Ky veprim është një hap i madh përpara në ndërtimin e besimit në drejtësi dhe forcim të bashkëpunimit ndërkombëtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është vetëm një rezultat nga hapat që po ndërmarrim për të dëshmuar se Kosova është një vend ku krimi nuk gjen strehim. Zyra e prokurorit të Shteteve të Bashkuara në distriktin e mesëm të Floridës njoftoi se 33 vjeçari nga Gjilani është ekstraduar nga Kosova në SBA si administrator kryesor i tregut kriminal online. Black DBCC ofroi në mënyrë të paligjshme përshitje kredencialet e kompromentuara të llogarisë dhe serverit, të dhënat e kartelës së kreditit dhe informacionet e të tjera të identifikueshme personalisht të individëve të vendosur kryesisht në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë ata që ndodhen brenda distriktit të mesëm të Floridas. Pasi blieshin, kriminalët kibernetik përdorin artikujt e blerë në Black DBCC për të lehtësuar një gamë të gjerë aktivitetesh të paligjshme, duke përfshirë mashtrim tatimor, mashtrimet e kartelave të kreditit dhe vjedhje të identitetit. Sipas prokurorit Gregory Kio, nëse dënohet për të gjitha akuzat, Masurica përballet me një dënim maksimal prej 55 vitesh në burg federal. Masurica, shtetas dhe banori i Kosovës, u mor në paraburgim nga autoritetet në Kosovë më 12 dhjetor të vitit 2024 dhe u ekstradua më 9 maj në Shtetet e Bashkuara në përputhje me traktatin e ekstradimit midis Shteteve të Bashkuara dhe Republikës së Kosovës. Është ndërprer sa po ka nisur i gjykimi i ish-ministrit e infrastrukturës Po Alekaj dhe ish-zyrtarëve të kësaj ministrie, Esed Berisha, Nebi Shatri e Besim Tahiri, në rastin e njohur si 53 milionshi. Avokatja Teut Gjema, e cila mbron të akuzuarin Berisha, ka parashtruar kërkesë për përjashtimin e kryetarës së trupit gjykues Violeta Namani Hajra nga kjo çështje. Në arsyetim, avokatja Gjema u shpreh se gjyqtarja nuk është e paanshme. Pas kësaj, seanca u ndërprer deri në një vendim të kryetares së gjykatës. Rasti i njohur si 53 milionshi, ku Po Alekaj dhe 3 ish-zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Infrastrukturës ishin gjetur fajtor, do të trajtohet sërish nga gjykata themelore në Prishtinë. Nga shkalla e parë, 4 të akuzuarit ishin gjetur fajtor, por në shkurt të këtij viti apeli ktheu rastin në rigjykim me arsyetimin se në akt gjykimin dënues gjeti gabime në procedurë dhe vlerësim të provave. Mbeturinat po pushtojnë rrugët e Prishtinës. Kompania pastrimi ka pezulluar shërbimet për shkak të një borxhi prej 2.7 milion eurosh që sipas saj komuna ende nuk e ka paguar. Kryeshefi ekzekutivi i kompanisë pastrimi, Petrit Reqica, i bëri thirrje komunës së Prishtinës që të veprojë urgjentisht në shlyerjen e menjëhershme të detyrimeve dhe të rivendosë bashkëpunimin institucional në funksion të garantimit të shërbimeve bazike për qytetarët e kryeqytetit. Por realisht që kemi mujt me pa dhe njoftimin që kemi bo pak vonë, për shkak se kemi pritë dhe kemi shpresu shumë që po arrim ne vetë si ndërmarrje me pas një
marrëveshje me operatorin që na furnizon, mirë po ka qenë e pamundur. Dhe ndrimin e parë dhe të dytë e kemi kryer shërbimin, mirë po nga ndrimi i dytë ka fillu mu reduktu shumë numri kamionëve. Fatkeqësisht ne planin operativ nga 18 kamion sa e kemi përcaktuar, ne kemi operuar me 20. Mirë po ditën e djeshme kemi rënë 8, ndërsa në mramje veç kanë ra dikon në 1 ose 2, maksimalisht 3 kamion. Dhe ka qenë e pamundur me mbulu këtë kryeqytetin, kjo si rrjedhoje mos mungesës naftës, si pasojë e borxheve të cilat bëhen akumulu nga Komuna e Prishtinës. Në fakt borxhi 2.7 milion euro, bëhet fjalë për 5 muaj nga janari deri në maj të vitit. Asnjë pagesë nga Prishtina, zero, edhe për kundër thirrjeve të komunës që vetë i kanë bërë qytetarëve të mos paguajnë pastrim. Domethënë kemi një situatë ku vetë nuk paguajnë dhe në anën tjetër bëjnë thirrje të qytetarët të mos paguajnë në pastrim. Nuk e kemi kuptuar pse. Për këto çështje edhe për këtë situatë kemi njoftuar tash 5 muaj që kemi me ardhur në një situatë të tillë, nuk kam pas vullnet, nuk kemi takuar deri sot asnjëherë. Po ky problem është shumë i thjeshtë dhe i zgjedhshëm, sepse rregulloria e përcakton qartë të gjitha shpenzimet dhe tarifat e shërbimit do të paguhen direkt në krem e pastrimit. Mirë po thirrja që ka bën janë shumë komuna, ne kemi qujtë jashtëligjshme, për këto kemi me marrë veprime ligjore çështët. Mirë po ajo i ka vënë në huti qytetarë dhe qytetarët normalisht kanë qenë të papërcaktuar se ku dohet. Vetëm ato para tona, nëse na paguhen sot, ne arrim me kthy ndërmarrjen në zero borxhe dhe mos me pas të lash asnjë shërbim. Është mirë me bën një qartësim për qytetarët dhe kam një apel që pagesat i kryejnë në pastrim, sepse ajo thirrja që paguani edhe në komunë se nuk ka të lashe, ne do t'i bartim të pastrimi, nuk është duke ndodhur. Ne kemi qasje zyrtare në komunë, ku kemi informat zyrtare që afër 1 milion euro janë inkasuar nga komuna, nga qytetarët dhe nuk po barten në llogaritë tona. Dhe në anën tjetër po e rrezikojmë edhe qytetarin pa shërbim. Jo me vullnet dhe dëshirë, po si pasojë e mungesës së mjeteve. Andaj ju bëjmë thirrje, le të paguajnë në ndërmarrjen tonë. I kemi rrit mundësitë dhe i kemi lehtësuar mënyrat e pagesës, le të bëjmë përmes platformës e Kosova, le të kryjnë obligimin edhe përmes zyreve tona që i kemi të caktuar për pagesa, e normalisht edhe shumë shpejt edhe përmes postës Kosovës që na veç kemi bën një marrëveshje. Për 21 vite me radhë, Afërdita Dida nga Kuksi u thonë 3 herë në javë drejt Prizrenit për trajtim me hemodializë. Ajo rrëfen për kushtimin e stafit mjekësor ndër vite dhe për mirësimet e dukshme në kushte e shërbime pas rinovimit të repartit. Afërdita Dida nga Kuksi, e cila udhton me furgonin e siguruar nga shteti shqiptar, shprehet tejet e kënaqur me përkujdesjen dhe ambientet aktuale të repartit. Ajo nuk është e vetme, janë edhe 16 qytetarë të tjerë nga Shqipëria që marrin shërbimin e dializës në Prizren. 21 vite, qëton. Mësë kima shumë mi, kena kalu mi, na kanë shërbi këtë, si motës, si këtë doktor. 21 vite që tu kam kalu shumë mi. Na kanë respektuar, me fëgon, na bin, na si, po në shtetin na paguin, në kokës nuk ka një dializë, me thonë, me në bani dializë. Përveç pacientëve nga Shqipëria, një numër i konsiderueshëm i banorëve lokali nënshtrohen çdo javë hemodializës. Njëri prej tyre është Agron Tarjani nga Prizreni, i cili tashmë prej 8 vitesh udhton nga fshati Pirana për këtë trajtim. Shumë mirë po kalojmë, që 8 vite, shtafi është shumë i mirë, punëtorët janë të mirë, në rregull këtë po shkojmë. Vi 3 herë në javë prej Piranës, Prizrenit. Shumë është një investim i qelluar edhe e falenderoj në emër të gjithë pacientëve atë personin që ka bërë investimin bashkë me vend. Shefi i repartit të hemodializës në Prizren, Recep Hapqiu, thotë se qindra pacient marrin trajtim në këtë qendër, përfshirë edhe bashkëdhetar që vijnë gjatë sezonës verore. Reparti i hemodializës ofron shërbimin për 214 pacient të komunës së Prizrenit. Domethënë këtu vijnë pacientat nga komuna e Prizrenit dhe nga rrethina. Plus i kemi edhe 17 pacientë që na vijnë nga regioni Kuksit, domethënë nga Republika e Shqipërisë. Për momentin i kemi edhe 18 pacientë që dializohen, e kemi hapë një qendër satelitore në Rahovec, atë dializon aty të komunës Rahovecit. Hapqiu bëri të ditur se aktualisht janë në funksion 46 aparate dhe po atë shtretër, ndërsa edhe furnizimi me barna është i qëndrueshëm. Tu kanë bërë renovimin e tërësishëm të 3 sallave, të korridoreve, të banjove, veç ka me një projekt i vogël, ka mu përmirësu veç ovori edhe fasada jashtë.
Se kushtet e reja kanë përmirësuar ndjeshëm cilësinë e shërbimeve si për pacientët ashtu dhe për personelin, e thotë edhe kryeinfermieri Valmir Avdaj. Pacientave që këto kushte ka lehtësuar shumë për ndihmën, për shërbimet e marra, për kushte, për gjitha të mirat, pikës dytë edhe për infermierët. Tash kena kushte shumë të mira, shumë moderne, shumë higjienike, tash neve vetëm na mbetet që të jemi në shërbim të pacientëve. Momentalisht posedojmë 30 infermierë, 4 prej tyre janë në qendrën e dializës në komunën e Ravecit. Ky transformim i repartit të hemodializës në spitalin e Prizrenit është bërë i mundur fal investimit të familjes Sopaj. Ju falenderit për vëmendje dhe miru pafshim në edicionet e radhës.